Po mirë më, se po ku ma peti mu këtë shishin e vene, sajtë se po them dhe unë, ti e pin 37.000 euro. Ti si ma provon që nuk e pin? Ha? Si ma provon ti që nuk e pin? Je ti që duhet ma provosh që nuk e pin venën 37.000 euro, apo jam unë që duhet ta provoj? Ha? Apo unë vetëm duhet ta them? Hajde muhabet, hajde muhabet, hajde se pashi ishin marrë ishin marrë shumë në fakt, edhe me atë që thash unë lidhur me mos ngrënjen. Po është habi e madhe. Unë nuk thash që nuk ha buk 2 ditë, se s'kam qa ha. Nuk e kisha për atë, dhe nuk e thash për t'u duk si njeri që jam pa buk, prandaj mos kujtoni se unë bëj këto gjëra që ju thonë për mu. Nuk e kisha në atë sens. Po kënet, e keni parasysh. Po me që u hap ky muhabet, desha t'ju them që unë e bëj këtë gjë për arsye komplet tjetër. Për arsye se agjërimi, jo agjërimi si besimtar, po agjërimi për t'u kujdesur për mendjen në radhë parë. Edhe pastaj edhe për trupin, se mendja shëndosh në trup shëndosh, dhe për të lehtësuar veten nga ngarkesa, është një metodë dem babaden. Nuk është një gjë që lidhet thjesht me besimin apo besimtar. Dhe abstenimi nga ushqimi, duke konsumuar ujë natyrisht, jo si agjërimi, domosdoshmërisht agjërimi i besimtarëve, por me konsum ujë dhe çaj ose pije pa kalori, bën që të pastroj, të filloj një pastrim i qelizave dhe të rritet qartësia mendore. E natyrisht, duke u pastruar qelizat edhe duke u rritur dhe qartësia mendore, efekt tjetër është edhe mbajtja në një farë mënyrë në kontroll e peshës. Dakord? Dhe 24 orëshi bëhet dark me dark ose drek me drek. Po, kujt i flasësh, për si të flasësh? 48 orëshi është akoma më i mirë, sepse thellon pastrimin